Deçani nderon kryeministrin shqiptar Sali Berisha duke i dhënë titullin qytetar nderi. Gjatë vizitës në Kosovë, kryeministri Sali Berisha është ndalur në Deçan, ku ka nderuar kujtimin e luftëtarëve të UÇK-s në memorialin kushtuar UÇK-s në Glogjan, ndërsa ka zhvilluar një vizitë në familjen Haradinaj, si dhe ka vendosur buqeta me lule pranë shtatoreve të heronjve Luan Haradinaj dhe Sali Çeku. Ndërkaq, kryeministri ka folur në ceremoninë e inaugurimit të shtatores së Isa Boletinit në Isniq, ku e vlerësoi si një moment të rëndësishëm inaugurimin e shtatores në 100 vjetorin e pavarësisë. I mbeten për jetë mirënjohës, burrit me ndritur dhe vizionar, që bëri aktin më të rëndësishëm në historinë e këtij shekulli. Rriti flamurin e pavarësisë në Vlorë, themelin e shtetit shqiptar, kurorëzoi ëndrren e të gjithë të rënëve të kombit shqiptar, që ranë dhe u bën të pavdekshëm, vetëm që shqiptarët të jenë të lirë, të jenë të bashkuar, të ndërtojnë tarthën e tyre ditët të plotë. Is Boletini shkundi një perandori dhe vuri në lëvizje gjithë Ballkanin dhe gjithë Evropën, duke i bërë publike dhe të lehtëshme kërkesat për liri, për pavarësi dhe për shtetë ndërtim. Më herët kryeministri Berisha u ndal në Gjakov, ku ishte i pranishëm në inaugurimin e shtatorës së Ali Ibrës. Për kënaqësinë që sot nderojmë së bashku njëri prej burrave më të shquar të Kosovës dhe të shqiptarëve, një nga komandantët më legjendar të kryengjarjes sot kombëtare lidhjes Prizrenit, Ali Bernesen. Kryeministri Berisha po zhvillon një vizitë në Kosovë në kuadër të kremtimeve të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, të organizuar në të gjitha trevat shqiptare.